Çdo pikturë e tij është një histori. Çdo ngjyrë e tij sjell emocion. Përmes simboleve dhe peizazheve, piktori Haki Gjakli ka ndërtuar një univers ku kombi, kultura dhe shpirti shqiptar gjejnë vendin e tyre. Ky dokumentar nuk flet vetëm për pikturat e tij, por edhe për botën që ato pasqyrojnë. Vuajtjet dhe gëzimet, historinë dhe shpresën, dhimbjen dhe dashurinë për atë dheun e tij. Haki Gjakli lindi më 3 tetor 1952 në Ferizaj, nga prindërit Sabihe dhe Alush Gjakli. Në rrëfimet familjare, kujtesa kthehet 400 vjet pas. Atëherë, kur nisi udhëtimi i gjatë i kësaj familjeje, nga një fshat mes Medvegjës e Podujevës, me ndalesa të shumta, mes mbijetesës dhe detyrimit për të shpërngulur. Familja jonë para 400 vitesh ka migruar prej një fshatit Gjakaj dhe janë shpërngulur në fshatin Kish Napole, një vend malor. Ata kanë rrugtuar në disa vende tjera, por nuk kanë mujtë me qëndru dhe kemi marrë në emblem sikur se shumë familje të cilat janë shpërngulur dhe pas vitit 1878 dhe i kanë marrë mbi emrat e vendit ku kanë jetuar. Lidhja e kësaj familjeje me Shqipërinë është e shënuar nga sakrifica dhe mërgimi i detyruar. Familja e tij nuk u pajtua as me sundimin osman, as me atë serb. E përndjekur dhe e palëkundur në qëndrimet e saj, ajo nuk pranoi kurrë pushtuesit. Në vitin 1928, të detyruar nga rrethanat u shpërngulën në Shqipëri, ku jetuan deri në vitin 1943 për të kthyer më pas në Kosovë. Por kthimi nuk ishte i plot. Fshati i tyre i hershëm ishte bërë arenë lufte dhe nuk mund të ktheheshin më aty. Fatkeqësisht kanë mujtë më kthyer në fshatin, po janë pozicionuar për shkak luftave që kanë qenë. Familja ime i ka takuar ballit kombëtar. Xhaxhoi baba im ka qenë komandant i batalionit 2. Baba im ka qenë ushtar i ballit kombëtar që kanë në krah xhaxhoit vet dhe nuk kanë mujtë më kthyer në atë vend dhe mendos në Ferizaj. Pas gjithë këtij udhëtimi të rënd, të parëve të tij, as fëmiria e artistit nuk ishte e lehtë. Shumë herë ishte i shoqëruar me ndëshkime, përndjekje dhe skena që te ai kanë lënë gjurë. Një ndjenje kam të kaluarës, të cilën ne kemi përjetuar si familje jo mirë nga pushteti. Dhe shpesh herë kanë kontrolluar në një rast për të tregoj. E mojnë mend si shumë fëmijë. Kur në kanë qitë jashtë shtëpisë në Borë, edhe mund ka marrë atë i babës, më kam qitë kom të veta, se unë i zbathën, kam qenë pa dhe i zbathën në Borë. Dhe më ka vendosur kom të tje që mund mos me vendi pak në grossi dhe filluan atë me marrë ftoftë dhe filluan me i kërsit dhëmbët. Kurse harroj atë moment edhe poshtë kur shikoj të kom të mia i poshtë atë dizgat që thënë të këtyne pijamave të Po. Dhe sot nuk më hiqet ajo, ndoshta edhe është si motiv që bëj disa vija të ndryshme në krijimtarinë time artistike i paraqes. Gjatë punës për doktoraturën e tij, edhe punës me student, ai kishte vrejtur se fëmijët që vizatojnë me vrasësi shpesh bartin frikë ose mos pajtime që nuk i shprehin dot ndryshe. Edhe pse të vegjël, ata e shfaqen këtë përmes vijave, shpjegon piktori. Si duket, edhe te unë ka ndikuar ajo erësia pak më shumë, por dëshira gjithherë ka qenë e flakë që me u liru, me pas ngjyrën e kaltër, ngjyrën e qiellit, ngjyrë e cila të frymëzon për jetën e matutjeshme. Kështu, ai përjetim dhe ajo dhimbje e fëmirisë u kthye në shenjë artistike. Vijat e ftohta dhe acarja asaj kohe u shndruan në ngjyra që kërkonin liri, në një të kaltër qielli.
Shkollimi i tij nisi në Ferizaj, më pas në Kamenic, sot Dardan, dhe në Prishtinë. Por këto lëvizje nuk ishin të zakonshme, ishin të mbushura me pengesa dhe rrethana politike që do t'i shënjonin vitet e rinisë. Tash po lidhet gjithçka me atë të parën. Nuk kisha ndonjë nxënës shumë i mirë, isha një nxënës mesatar. Dhe masi përfundova klasën e 8 u regjistrova në shkollë normale. Atë i bënë një farë zgjedhje, më zgjodhen mua për çudi. Edhe mandej përsërita në vitin e parë shkollë normale, nga serbisht jam. Ishte viti 1968. Një frymë e re po përhapej në Kosovë. Studentët dhe të rinjtë dilnin në rrugë për të kërkuar të drejtën për flamur dhe për universitet. Tu shkon në shkollë, kam pasur shokë të klasës, ku shkoni thënë demonstrata për universitet, për flamur, na shtëpinë tonë gjithë vliste kjo, edhe hynë me tha. Kur u përfundon, më thërën, thanë, që pak i rrezikum, të rrit të shtëpia pak. Edhe si duket më ndoshta edhe faja ime, pak se qëndrova pak më shumë. Të më kishin përgatit dokumentat. Letrat. U largova për shkollës. Kështu, një i ri mbeti 2 vjet jashtë bankave të shkollës, me një damkë të padukshme, që e ndishte nga pas. Nëna ime, pas në djes, shkon të dajt, të vëllezërit e vet, dhe dajt e me e pyesin, thotë kam po shako ka pak me mua, thjesht ai ballisi i vogël. Ballisi i vogël kom rënë në shtëpi, pse? Thotë tërë ditë vesh lexon, bile gratë ku shqip, thonë kam të çmesë vesh po lexon. Pse? Thotë u largu pe shkollës, s'pe di asu nonna s'ka ditë. Po. Ngjarjen time. Në këto udhkryq, do t'ishin dajet ata që do t'i hapnin dyert. Ka orda e Hamit, ndjes pas dhe një mësuesi shkëlqyshëm. I tregohon në këtë që si harroj kërta, s'kam baru jeta, vazhdon jeta. Për notën nuk më zuni gjumi. Po pas një javë ditë më erdhi dhe e fejm, profesori i biologjisë. Tha, do me vazhdu të shkollën? Thash po. Tha, më mresh me artin Kamenic? Thash po, vi pse jo. Më regjistroja në gjimnaz, kryta vitin e parë, edhe po më pyet dhe a do me vazhdu këto? Tha që shifë, tha, që ka thonë fëmijët e me kime hangre ti, por vetëm me një kusht. Çfarë kushti? Tha, mos me shku Ferizaj ti, veç shtunë në mbrëmje, dilën me nxesë në autobus me hip me aukëti. E pranova kushtin, edhe jo një vetë, po qëndrova 3 vite, derisa diplomova, ty e falen të dajës. 3 vjet i kaloi në Dardan, me sakrificës, studimit dhe mbështetjes së familjes. Ishin vite që do ta bënin më të fortë dhe që një ditë dajet e tij do të krenoheshin me të. Që fëmijë, vizatimi ishte shenjë pare dallimit të tij nga shokët dhe shoqet e klasës. Në klasë mësuesi Ibrahim Hyseni bëhet udhërrëfyesi i tij i parë i artit. Ai vizaton një zog në tabel, me shkomës të bardhë, tabela e zetë, mu ka du kaq bukur që ka vizatu që ka flituru mbi kokën time. Po mendoj që aty ka fillu e ndjenja e artit ma shumë. Përkrahja vazhdoi edhe në shkollën e mesme e në fakultet, nga profesor të tjerë. Edhe këtu, pavarësisht pengesave, pasioni nuk u ndal. Për fakultetarët kisha pas dëshirë me përmend profesor Recefer. Ka qenë një farë komisioni për konvikt, edhe është kërkesa ime kështë qenë pak ma e dallume prej kërkesave të kolegëve të mi. Por ata kanë kryshë shkollën e artit në pesë, kanë pas gjush Shqipet. Sigur në gjimnaz që kanë pas fajk Shkodrën, një profesor shumë i rrep, shumë i mirë. Edhe më thëtë ajmo, që ki kryt, tregoj gjimnazin. Prej ati moment, ai ka pas një kujdes jashtëzakonshëm për mu. Ka dhënë ngjyra, më dhënë ke pëlhur. E kemi pas një farë raporti shkëlqyshëm me profesor Receferin. Arti nuk ishte rastësi. Nga nëna dhe gjyshi, trashëgoi një damar krijues. Nëna ime ka pas talent artit jashtëzakonisht më. Për shkak këna thurta e Xhempera i bënte më bukur se çdo kush tjetër. Po nëna ime ne ka pas babën shkencëtar, Hasan Masoriza. Një njeri shumë vizionar. Trashëgimia artistike nuk u ndalte ai. Edhe vllai i tij, Bajram Gjakli, i cili u nda herët nga jeta, ishte piktor i shkëlqyer. Shumë i talentuar se. Ndikimet e para ishin të shumta si të çdo kush.
Pas studimeve, kërkimi për një gjuhë të vetën artistike bëhet i pashmangshëm dhe udhëtimet në Itali i dhanë atij nxitje të re. Kur ishim në Firenze, i pashmi ato në 78 për muze të ndryshme, ka pas ndikim ajo. Si është arrit kjo, unë mos arrit. Megjithatë, gjithherë është fokusuar njeriu që me pas vetveten art. Mu dallu me diçka. E megjithatë, arti i tij nuk mund të ndahej nga koha. Vitet e pas luftës së dytë botërore e deri të shpërthimit demonstratave të vitit 81, mbetën një periudhë mbushur me ankth dhe simbolik të fshehur. Por me përcjell kohën mirë direkt me bat policën që po e dhunon diken ose s'ke pas mësi tash. Por është dashur me kërku simbolikën. E ne si shqiptar kem mjaft simbolika. Letërsi për shembull ka shkrime simbolike që janë shumë interesante. Ka ngjarje historike që janë shumë interesante. E tash gjitha ato lezime me kthye në vepër arti. Po, në artin pa motë. Ato bëhet një vepër e fuqishme. Një nga simbolet më të veçanta që e shoqëroi gjatë ishte pikrisht Kali i Trojës. Kali i Trojës e ka marrë si simbol të bukurisë. Po ajo simboli i bukurisë mbrendi ka pas diçka që ka qenë e shëmtuar. Nga historia e Trojës, që ushtarët aty kanë qenë të maskuar, kanë dalë në vend, kanë pije, i kanë masakruar mes Trojës. Edhe unë e kam marrë simbol për me tregu që ne jashtë shtetit jemi një popull i barabartë. Realisht brenda shtetit fare s'kemi qenë barabartë. Diferencimet politike, burgosja e trive, por populli nuk është nal. E gjitha këto unë i kam marrë, kam lidhë rreth Kalit Trojës. Kam bërë një simbol vi ose diçka të ngjashme të Kalit Trojës, që s'ka qenë kali i rëndon që është tani. Natyrisht. Po është pak i modifikuar me format katrore, me sy dritare, gojen e hapur, e tjera. Dyrt e forta, për shembull të hundët, i kam bërë dyrt. Gjithmonë në dritare kam bërë ndonjë lloj figure të shikuese, të mshet ose diçka të përjetuar. Si hije që. Po si hije, domthonë. Pastaj, kur rinia shqiptare nisi të kthehej nga ushtria në arkivole, një tjetër figurë doli në pikturën e tij, Ago Ymeri. Shumë i tritur, me unë sa di, kanë qenë të fejuar të prit kur të kthehen për ushtrijës me u martue, kanë orë kufoma. Ajo ka qenë një tragjedi familjare që s'harrohet kur. Kështu, piktura kaloi nga simbolet e historisë në mitologjinë e apokalipsit. Një vizion i errët, që për artistin nuk ishte thjesht fantazi, por pjesë e përditshmërisë shqiptare. Tragjedit për popullin shqiptar nuk janë nal asnjëherë. Mas pari, kohën e Turqisë s'kan lejuar shkolla shqipe. Ja kanë mshil gojen, popullin shqiptar bila aty vizataj gruan me shamit mbyllur, që s'mund me folur. Ka simbolin e gruas se ndalesës fjalës, se produkti më i mirë është nëna, e cila i mëson fëmijën edhe gjuhën e nënës ta ka ndalu. Mandej serbëve që kanë trashëguar atë. Në këtë kuptim, apokalipsi nuk ishte vetëm një tablo pikturash, por një gjendje historike që përsëritet pa pushim. Pas viteve të 80-ta, simbolika e veprave të tij errësohet. Tronditja e kohës, tragjeditë e një populli e çojnë drejt apokalipsit. Këto janë ato simbolet të cilat si apokalipsi kuptuan se nuk fonolet kjo tragjedi e vazhdueshme e programuar për çfarosjen e popullit shqiptar. Ngjyrat janë një kapitull më vete në krijimtarinë e tij. Ato nuk janë thjesht element estetik, por bartin kuptime, shpresa dhe rrëfime të tëra historike. Te unë është si simbol ngjyra katër, që dominon në pikturë, është një ngjyrë e cila kërkon jetë. Gjatë aty në tragjedive që kanë ndodhur, ka lind, ka mbet dikush për me jetu me që ty falendroj aty jemi na sot që përjetojmë dhe ku marrë gjithashtu si simbol ngjyrën e verë si lindje e diellit, ngjyra e verë ka qenë simbol i lirisë.
Banimet e Ilire kanë qenë kalindja e diellit. Por arti I tij nuk jeton në vetmi. Çdo krijues ndikon dhe ndikohet. Është e pamundur pas një lloj ndikimi të mësimdhënësit që na kanë edukuar në rreth artit, po megjithatë e mundu ne që me pas individualitetin tonë krijues. Nëse unë e ekspozoj shokët e mi, e di që unë jam ai. Stili, dora e tij është aq e veçantë sa edhe kur ndodhet në një mur privat, bie në sy. Unë të dashur mi që njoh pikturën e Gjaklit, kam fatin ta kem në muret e shtëpisë sime, dhurat nga im vlla arsimi. Por arti nuk mbaroi me pikturën. Për të, edukimi brezave të rinj ishte një mision I veçantë. Në vitin 2005, Haki Gjakli fillon punë me student në Universitetin e Prishtinës. Tërë ishte lënda e metodika artit figurativ. Kisha një qëllim caktuar të quishtu. Parasysh se unë si këshilltar pedagogjik vreja ato mangësit në përshkollat të artit, sidomos të cikli fillor. Dhe pata fatin që u pranova si mësimdhënës në Fakultetin e Edukimit, me dhënë ligjërata studentëve parashkollor dhe fillor dhe në klasën e 5. Si pikë e parë, kam dash me I bind studentët që nuk do të mja komentu vizatimin të fëmijës, po do të me leju fëmija me tregu që ka vizatu. Nëse I tregon se ti si mendon, që I rritun, gabim më I madh. Përmes ushtrimeve praktike, ai I binte studentët e tij se çdo vij bart emocion, se çdo figurë ka brenda shpirtin e fëmijës. Nuk ka bre vija vetëm me bo vija. Vërtet? Po çka është Po vija? vija është ajo elementi I ndjenjës shpirtërore që shprehet prej fëmijës 18 muajsh. Sa I shgaravit një, bën rrath, bën vija drejta, bën. Dhe tash aty me shiqu se si bën ato. A I bën me melankolizëm, po I bën me vështërsi. Do të thotë. Kimi I fëmijës aty është për ndjenja e tij shpirtërore, është. Por Gjakli ishte dhe edhe sot vazhdon të jetë kritik ndaj sistemit arsimor. Në Fakultetin e Edukimit vërtet duhet me pas profesor që janë profesional. Po fatkeqësisht ka pas njerëz që janë profesional. Ata kanë pas profesione, po kanë pas profesione tjera. Edhe kanë dhënë art. Ajo është e relaksit, më mirë me thujt, është kreative, në gjënë se dojnë me shprej ato që kanë dëshirë, jo me shprej që thotë mësuesi. Pra, liri e plot, vetëm orientim. Ky është mesazhi. Fati më I keq është Fakulteti të Edukimit që studentët profesionalizohen shumë mirë, edhe shumë taft, me shku me punu me një shkollë, pe klasës parë dhe I 5. Që është tragjedi. Pse e quan tragjedi? E quaj tragjedi për arsye se ne nëse përcjellim reformat e zhvillimit, nuk është sikur para luftës. Popoj tjerë po avansohen me arsim, sikur Estonia, me programe që ne kemi hartuar model të Finlandës, ata e kanë zënë vendin e parë, Estonia. Shtetet skandinave për shembull, ata në klasën e parë I kanë 4 mësues. 2 mësues kryesor, 2 ndëms. Klasën e dytë I kanë 5 mësues. Klasën e tretë I kanë 7. Klasën e katërt I kanë gjithë mësues profesional. Ata patjetër kanë me mbri. Ndërsa ne kërkojmë për një mësuesit me pas rezultate, me ngarku, me shkatru mësuesin, me ndjenja, me shpirt, me krejt, kjo nuk është e logjikshme. Për shumë vjet, profesor Haki Gjakli ka qenë I përfshirë drejt për drejt në zhvillimin e arsimit në fushën e artit në Kosovë. Përvoja e tij si koordinator kombëtar për kurrikulat e arteve I dha mundësinë të ndikojë në themelet e edukimit të brezave të rinj. Paralelisht me këtë angazhim, arti I tij në piktur ka udhëtuar larg. Ai ka marrë pjesë në ekspozita kolektive individuale, brenda dhe jashtë Kosovës. Po veçoj ekspozitat në Una dhe Berlin të Gjermanisë, në Holand, Finland, Itali, Shqipëri e të tjera. Në 2011 e kisha një ekspozit në Muzeun Historik në Tiranë, që është mirë pritë shumë, kom pas shumë shtu
uratat mira, mandej edhe televizionet, gazetat. Po, ka pas komente Më vërtet. ka lorë interesant ajo shpreja ime abstrakte, pak moderne, me figura. Në atë ekspozit kanë qenë disa piktura që e kam pas parasysh e tragedinë në Shqipëri. Për shembull Ndotrantuk, dhe që është myt aty një fëmijë 3 vjeçar. Para se më ndodha ajo, ishin njerëzit nga Shqipëria me anije, me motoskop, me gjithçka. Dhe kum pasëm pse s'po del një balaz për i detit e me friksu ata mos me hin deti. Besoni mas sa ngjarje ndodhi kjo tragedia tjetër që më shon ata. Që unë e dita për atë, po. Unë kisha ndjenja ime. Një shpirt i ndjeshëm që reagon ndaj fatkeqësive e i shndron ato në figura, në ngjyra. Një art që është dëshmi e kohës. Përmend edhe një tjetër, një ekspozitë që merrte si shpejt e organizuam për javën e kulturës. Javën e kulturës Kosovës. Edhe ka qenë shumë e mirë, ka pas shumë vizitor, Montaz Drami bile ishte vizitë dhe mi pëlqeu. Po kisha mënol të një ekspozita e fundit që ishte në Finland, brejsat më të mëdha kisha që vizitor që ishin aty. Ishin finlandez, po kishte edhe shqiptar. Po ata rastin më taku me shumë shqiptar. Ti jemi krenar me ata djemë si kemi njerëz universitar të punojnë në universitete. Po përfaqësues të denjë. Të përfaqësues denjë pikave kyçe në Finland. Kritika e ka vlerësuar gjithmonë piktorin Gjakli, por për të, çmimi më i madh mbetet respekti i kolegëve dhe i profesorëve që e kanë ndjekur rrugtimin e tij. Një vlerësim i thjeshtë mund të mbetet në memorje për një kohë të gjatë. Profesorin kur ka në ekspozitën e parë që më bëjnë Ferizaja të rejbashmi në për kafe, në Bolero, ka qenë një restorant, galeri, ma në një vequri, ka qenë e hapur për artista, a ju befasue me ciklin të në pikturave që i prezentova aty, në Ferizaj filloj. Bile thot një rast, thot, Gjakli thot mbetet i ri, thot me ngjyrën që ka pasë nuk e ndryshon fare. Pikturat e tij sot ruhen në mënyra të ndryshme. Disa janë në galeri, disa tek koleksionistët privat, ndërsa disa janë dhurata që kanë gjetur vend në institucione jashtë vendit. Unë kam shumë piktura të shpërndarët, të shitura ose dhuruara ndonjë. Po, natyrisht. Një pikturë kam që më kanë lajmëruar në Una, është një qytet në Gjermani, edhe më lajmëruan që më ia dhon pak për biografinë time, që më plotësua ata me pas një dokument më shumë. Mandej ka vende tjera që ruan pikturat e mia, ka njerëz privat që i kanë. Me tregu vërtet i kam harruar se kam piktura. Se kanë kaluar një kohë. Një pikturë di që kanë ble Ministria e Kulturës, edhe është shumë një pikturë shumë e mirë, që ruhet si fond i galerisë të artëve. Një pikturë pra është edhe në Una të Gjermanisë. Ishte viti 1999. Haki Gjakli bashkë me gruan dhe 2 djemtë e tij u detyrua të largohen nga Kosova, sikur edhe qindra mira shqiptar të tjerë të Kosovës, për arsyet që tashmë dihen. Këtë kohë e moment e kujton edhe artistja gjermane Ilona Hetman. Që ditët e para, zonja Hetman vërejti tek artisti Gjakli një shpirt të jashtëzakonshëm. Pavarësisht plagës që kishte, ai filloi të shfaqte artin e tij, një shpirt që nuk mund të heshte. Shumë shpejt, u bë e qartë se Hakiu ishte një artist jashtëzakonshëm dhe një personalitet shumë dimensional. Pas një periudhe të shkurtër përshtatjeje në Gjermani, ai filloi të pikturonte. Menjëherë, tërhoqi vëmendje të konsiderueshme me veprat e tij artistike ekspresive që mishëronin dashurinë, vuajtjen dhe fitoren e vendit të tij, Kosovës. Pikturat e tij flisnin gjuhën e dhimbjes, por edhe atë të dashurisë, sa edhe bota gjermane nisi ta dëgjonte dhe ta vlerësonte atë, tregon artistja. Pas publikimeve në shtypin gjerman, edhe historianët e artit e kontaktuan atë. Me ndihmën e donacioneve, u ngrit një studio e vogël në qendrën e pranimit në Una, ku Hakiu, jo vetëm që vazhdoi artin e tij, por si edukator dhe profesor me përvojë, filloi gjithashtu të mësonte fëmijët dhe të rriturit në pikturë vullnetarisht. Hakiu nuk u soll si viktim, përkundrazi, ju përvesh punës dhe krijoi dritë për të tjerët,
vlerëson zonja Hetman. Ai nuk e pranoi thjesht situatën e tij personale në Gjermani. Me shumë mirënjohje, ai i dha shoqërisë mbrapsht shumë. Me praninë e tij dhe personalitetin e ekuilibruar, Haki Xhakli ishte i hapur edhe për biseda me refugjatët që kishin udhëtuar me të, si dhe me shumë vizitorë gjerman të interesuar. Por, asgjë nuk e fashiste do të mallin për vajzën e mbetur në Kosovë, kujton ajo. Haki Xhakli dhe bashkëshortja e tij e vuajtën shumë ndarjen me vajzën e tyre Mimosën, e cila duhej të qëndronte në zonën e luftës. Zonja Hetman e kuptoi se për Xhaklin kthimi nuk ishte zgjedhje, por thirrje e natyrshme, të cilit zemra i rrej vetëm në atë dhe. Për Hakiun, pyetja nëse dëshironte të kthehej në atë dheun e tij të dashur nuk ishte kurrë çështje. Ai ishte i vendosur të jetonte si artist në Prishtinë, në atë dheun e tij të dashur. Jam shumë krenare që kam njohur një njeri e artist si Haki Xhakli dhe e vlerësoj si një personalitet të jashtëzakonshëm, i cili ka ndikuar gjithashtu edhe në jetën time si artiste. Edhe inxhinieri Naser Dermaku kujton vitin 1998-99, periudhën e deportimit të shqiptarëve. Në mes të vështërsive dhe trishtimit të kohës, ai takohet me piktorin Xhakli në Gjermani, një takim që shndrohet në një lidhje të ngrohtë dhe pothuaj familjare. Prisnin për luftën, pastaj për kulturën, arritjen tona të arsimimit e deri te shtatbërja e Kosovës në një të ardhmen të afërm. Hakiu u bë i njohur për rikoqërët dhe rrethin e tyre. Madje u shtua kurreshtje edhe nga ana e medjeve, gazetat dhe revistat gjermane. Ai ishte këmbgulës që të kthehej sa më shpejt në Kosovë, me gjithë faktin që piktori Xhakli i kishin ofruar kushte me standarde evropiane. Në bisedë me gazetarët dhe me panën gjermane që ishin edhe nga ana zyrtare në qendër të Unamasën, piktori Xhakli mori një letër të bardhë dhe filloi të rizatonte. Me rizatimin e një ferre, pastaj të një iriqi rrënjë të ferrës. Në anën tjetër të letrës vizatoi një ndërtesë shumë katëshe dhe u alla gazetarëve dhe të pranishmëve. Ndërkohë, piktori Xhakli pyeti të pranishmit se apo i dallojnë figurat ferrën, iriqin dhe ndërtesën. Ata ju përgjigjen me shenja koke dhe mimike që kuptohej një po e plotë. Pyetja përvizimtare e piktorit edhe një për të pranishmet për vizatimin ishte kjo. Ky iriq, ju lutem, ku kërkon të kthehet? Sado që mund të dalë her pas here me të vendosjes në këtë ferë apo në atë ndërtesë. Përgjigja u vetëkuptua. Përsëri të ferra vet, duke e shpërfillur ndërtesën e bukur, me gratim koke shfaqen në kuptim unanim për piktorin dhe atë dashurinë e tij. Në këtë vizatim figurativ, shfaqej dashuria e Hakiut për atë dheun dhe lidhja e tij e pashkëputshme me Kosovën. E pra, Haki Xhakli nuk ishte thjesht një vizitor jashtë vendit të tij. Ai ishte ambasador i kulturës dhe i shpirtit të Kosovës përmes artit. Kolonitë artistike ishin përvoja të paharrueshme, ku artisti Xhakli njihej me mjeshtrit e artit shqiptar dhe ndërkombëtar, duke marrë mësime nga çdo ngjyrë dhe çdo vijë. Është mirë me marrë pjesë në për koloni, takohesh me piktor që sot nuk janë, po janë me emën shumë të lartë. Sigurisht, siç ka qenë rasti i Ibrahim Kodrës në kolonitë e Teçanit. Aty kom pas rast me pa një njeri modest. Ato ngjyrën e përdorte nuk e leveste ngjyra pe trekanshit ose katrorit. E shiqoja qysh me merat ngjyra i shpeqet aty me a kopju, po jo, ishte vështirë. Por, kujdesi për artin nuk ishte gjithmonë i garantuar, thot Xhakli. Disa vepra të figurave të njohura kanë rrezikuar të humbasin. Pas lufte, aty në komunë, rastësisht kam shkuar në hipodrom me shiqu diçka ku shoh pikturën e çazin dush. Forca serbe kanë hjek, çakon shqiptare. Edhe ishte plot rrova, ishte e more pastrova.
edhe vendos aty. Mas një kohë s'di çka ndodhi në komunë, shpesh shoh atë. Por më vonë kur erdhi kryetara Gemaliu, kishte vendosur në qendër. Temat që trajton artisti Gjakli nuk janë thjesht sociale. Ato janë autoktone, të rrënjosura thellë në përjetimet e Kosovës dhe të popullit shqiptar. Çdo skic, çdo vizatim tregon vëzhgimin e tij për realitetin dhe absurditetin që ndonjëherë e gjen në jetën e përditshme. Temat e mia janë shumë autoktone. Përjetuara, të vrejtura, të prek ai moment, ose deklaratat, ose një deklaratë që tash unë e kam bërë një skic, i kam bërë në kije të lavru me përmen, dhe thonë, francez nuk e kanë këto. Humanistike, pak po është, ose i kam disa karikatura tjera, nuk po du me i përmen tash, mos me marrë kohë. Kam një palaqë që me një çantë që i hecin gazetat, i hecin mbrapa, i hec për parë, shes ka pishka mbrapa. Por jo vetëm karikatura, artistin e ka tërhequr gjithmonë edhe tragjedia historike, sidomos periudha viteve 97-99, kur Kosova përjetonte trazire e dhimbje të mëdha. Periudha më e fuqishme e krimtarisë time është 97-99. Nuk e di pse punojsha edhe natën, pa gjumë kam qëndru. Edhe atë nësë kishme televizion, nësë radios, radio Kumanove në dëgjonim, që kanë në shuë të lava, edhe zoja ime, feta, kur shumë ka pengu gjatë krimit, por ka dash me po që po pikëtë, ma ka pru një kafe. Edhe nga kujdesi e mbyll këtë derën, mos me një në i zhurë, ose diçka, se une nuk në dëgjej muzikas, asgjë. Në atë moment, i ku ha mos e mbyll derën, se ishte duke nduhe Nizmi Pagarusha, Barishën, madhështore. Edhe në atë moment, më bërë një skic për Barishën. Melankolia është ajo që thotë kam rriqtatin këto bregore me tinjtë tu kënduhe. Për që ky refren më dha një vepër. Një tekst i shkëlqyer i Rifat Kukajt. Po. Rinia jonë në këtë katarhur që po ndodh, filloi lufta, edhe e bona ato në kalin e Trojës e Vojone, aty pak dikon kullën kështjellën e Skënderbeut, edhe bona një vajzë 3 të rafyesi Bareshat. Sot, inspirimi i artistit është i lidhur me vëzhgimin dhe edukimin. Ai shikon se çfarë nxit popullin të ecë përpara, por edhe ku pengohet. Për të, arsimimi i fëmijëve është themeli i ndryshimit. Po fatkeqësisht, nuk jena tu shku me hapa, jena tu bë vëzhgim të tjerë se si po veprojnë. Nëse na nuk bëjmë ndryshim në arsim dhe brezi i arshëm, prej fëmijërisë, me u zhvillu sikur shtetet skandinave që i zhvillojnë fëmijët, që po ta jap një shembull. Mbesa ime jeton në Finland, është klasën e parë. Unë jam befasu vetë, edhe shoqja ime, po i thonë, oj Marta, hajtë tregona çfarë mësuesja me juve? Unë na më shikoj. Po, apo bosh aty nxas edhe mami, për jam drejanët. Ti tha Hakinen, nani tha Sara. Edhe u bë mësuese, po jep detyrat matematikës shumë zim, kur kishte 5/7, peshuje 42. Pe shikon ajo, pe shikon detyrën e vet që është ndryshe, po më thot asgjë. Shoqja ime po më thot, "Çore Marta, kjo ka bë gabim." Tha mo, e mur telefonin, po thret po bisedon me edukatorën, pe imiton mësuesin e vet, edhe pe thret tash Sarën, jashtë klase, edhe po i thot, "Ti mos i thuaj atij s'po den, sa një ditë ka me ditë." Edhe pe kthen klasë. Merë mend tash çfarë mësimi bojnë në duke ruajt dinjitetin e secilit. Shumë e bukur kjo. Për artistin, çdo vizatim, çdo simbol dhe çdo skic është një mjet për të ruajtur dinjitetin dhe identitetin, për të vëzhguar realitetin dhe për të transmetuar mesazhet e thella të popullit. Një artist nuk krijon vetëm për vete. Ai rritet dhe formohet nga familja, komuniteti dhe mjedisi ku jeton. Për të, mbështetja e të afërmëve dhe marrëdhëniet me rrethin kanë qenë thelbësore. Familja ndikon shumë. Unë s'kam pas pengesa kur për familjes, pengesa është dashur me pas për shkak punës që me jetue për me majtë familjen dhe me kriju. Për ndryshe,
shumë kom pas për kraje. Sa mas po nga fami, po nga rrethi. Kuta që kam jetu. Edhe mjedisi ku ai rritet, shoqëria bën diferencën. Kujdesi, mirësjellja dhe vetdia për të sjellë me qetësi ndaj të tjerëve janë pjesë e edukimit të piktorit Gjakli. Unë prapë po diskutoj të fillor se ajo është dhimbja juaj. Jo, vetëm dhimbja ime është pse. Për shembull, ne para luke kemi pasën një mësues 4 vjet. Tash mësues të vend që më letu ja kena shtu edhe 1 vjet, një mësues 5 vjet. Këto do të më ndryshue. Po do më ndihmue institucione arsimore. Plan program kanë vizita të ndryshme. Në për shtetet tjera i qojnë në për firma ndryshme fëmijët. Landaurit 2 herë në vjet, më shon një herë muze, një herë më shon në galeri. Me përjetue. Por realiteti shpesh është larg këtyre ideve e planeve. Sistemi formal shpesh e zëvendëson përmbajtjen me formalitet fatkeqësisht. Kur ishte të punu shoqja ime, po i them, ku po shkon? Po shkoj më në shkru. E masën e shkrimit, po dalin po pim kafe. Dhe kështu, ndërsa brezat e ri edukohen, diferenca me sistemet moderne të arsimimit bëhet gjithnjë e më e dukshme. Por për artistin, vëmendja ndaj detajeve, kujdesi ndaj nxënësit dhe dashuria për artin mbeten gjithmonë prioriteti kryesor. Artisti nuk krijon vetëm në izolim, ai zhvillohet brenda komunitetit mes kolegëve dhe ekspozitave, aty ku ideja dhe krijimtaria e çdo individi takon vizionin e të tjerëve. Artistë mbledhen më shumë në për ekspozita. Në plan, unë kam qenë pjesë të, por nuk jam. Tani jam më shumë në Ferezaj, kam atje atelien time, edhe gati ku bë galeri ke shpijen se shukam ku milion punime kështu vinxheste për muri. Ka qenë një iniciativë një piktorit, në vetëm Gusia që na ka të bu gjithë herë të martëve. Vërtet ka qenë një kënaqësi, një diskutim e artit. Në këto aktivitete takon profesor, koleg të vjetër, me që i ka pasur gjatë gjithë rrugtimit të tij artistik. Një histori e pasur, me emra që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në artin e Kosovës, si Gjelosh Gjokaj, Recep Ferri, Omer Kaleshi, Muslim Mulliqi, Ibrahim Ponosheci, Luan Mulliqi, Esad Valla, Isa Ali Musa e shumë të tjerë artistë të nderuar. Dhe pavarësisht se shumë nga pikturat e tij janë shpërndar, shitur apo dhuruar, ka një vepër të veçantë që nuk do ta shiste për asnjë çmim. Po e kam. Cila është? Ajo për fat keq më ka djeg pak, por nuk është atë prap. Ajo ka pas fatin pak më djeg. Unë mendoj që pe asaj pikturë janë burimi i pikturave tjera. Ajo është nëna e gjithave. Nëna e gjithave. Kur kam magjistrue, në fakultet shpi, se pine e profesor Recep Ferri kemi qenë. Do për trazirat dhe e këmbat piktur, shqetësimet, e gjithë e këmbat koalitërit të shqetësuar, mbi koalitërit e këmbat gjithë e kështjelën e Skënderbeut. Ajo piktura është për mua veçanti, që e ruj, po kur erdha pilu e këpash, qashtu më u gëzova që ekziston pak ajo. Mes gjithë kësaj historie dhe krijimtarie, artisti lën një mesazh të qartë. Ndihmoni të rit, investoni tek ata, sepse kur i ndihmoni një të riu, ai ecën përpara, prosperon dhe arrin gjithçka që ëndron. Unë po du më lidh nga një element që më ka ndihmu dajtë mi. Shumë ka ndihmu. Komoni konstatim kanë se nëse ndihmu të riut, ai ecë prosperon. Dhe me këte duhet të lëni një mesazh që ndihmoni të riut, se duke i ndihmu të riut jep një vullnet për jetë dhe prosperon jetë. I mrin gjitha ato synime që i ka pas dhe që i ka. Haki Gjaklin, piktori Agron Mulliqi, e njeh prej shumë kohësh, si koleg, mik. Ateleja ti ka qenë pranë ti, ku kafeja dhe bisedat për artin ishin pjesë e përditshme. Për Mulliqin, Haki Gjakli është një njeri me karakter të fortë dhe respekt të merituar. Ndërka që vepra e tij flet për liri dhe autenticitet. Ngjyrat, temat dhe ciklet artistike tregojnë lidhjen e fortë me Kosovën, vlerëson Mulliqi. Ka shprehjen e vet, është autentik, ka temat vendore, ballafaqohet me tema kosovare me çto. Ngjyrën e katërt e ka si më të theksuar,
Në kuaj, ciklin e kullave, ka portrete ngrua. Piktori Gjakli ka lënë gjurmë të thella edhe tek brezi artistëve të ri. Për piktorin Avni Islami, takimi i parë me të ishte më shumë se një udhëzim në art. Dhe për herë parë kur takova me të, ishte një afërsi, më ofroi si nxënës dhe më këshillonte si me qenë prind. Fal njohurive që më dha, unë arrita dhe të pranohem si student në Akademinë e Arteve. Mbështetja Hakiut nuk përfundonte në fjalë. Ai organizonte ekspozita edhe në rrethana të vështira, duke hapur rrugë për të rinj, kujton Islami. Ishte periudha para luftës, kishte lehtë që të organizojë një ekspozitë, por ai e bëri një ekspozitë të gjithë atyre studentëve, nxënësve të cilët ushtruan tek ai, e organizoi në një kafeteri që quhej Bolero. Pas luftës më ka ra që unë të organizoj ekspozitë dhe kam pasur sa vështirë që nga tani e kuptoj shumë mirë se sa mund dhe sa sakrificë ka bërë ai që na promovoj si artist, ne që ishim nxënës të tij. Dhe për këtë jam shumë falendërues dhe jam shumë mirënjohës. Ishte krenari shumë e madhe si nxënës të asaj kohë që të hap me ekspozitë. Kur unë kam konkuruar në Akademinë e Arteve, ai dhe personalisht më ka sjell me veturën e tij, pasi që unë nuk i di edhe vendodhen e akademisë, në atë kohë ishte në për shtëpi private ku mbaj, dhe ai më orientoi dhe më ofroi deri tek vendi dhe do të kishte brengën e testit se si do ta kaloj dhe ishte njeriu i parë që më dha dhe informatën se unë ja kam arritur. Edhe për ilir stilin, mjeshtri i akuareleve në Francë, Hakiu ishte mësuesi i tij i parë i artit dhe frymëzim për jetën artistike të tij. Te ai kam marrë hopat e parë. Tek ai kam gjetë çka ka kalu shpirti jam. Ton jetën mendjen time, edhe me thonë i kam borç, po edhe i kam borç. Kur kam shku në studime, une kam shku paralelisht te atelia ti, do të me cek të, pa kur farë shpenzimi. Edhe ka bo, jo veç për mu, po edhe për shumë. Te ai kom cu ato që ka kom deshtune, te ai kom gjithë figuracione. Mësimet e tij shkojnë përtej teknikës. Modestia, qetësia dhe përkushtimi janë vlera që përcillen tek të gjithë që e njohin, thot stili. Piktura ti lidhet me teknik, me figurë, nuk është krejt abstrakte. Do të thonë ka mjeshtri. Kur e shef të pikturën e tij, ajo dihet që është një dorë mjeshtrore. Më ka këshillu gjatë karrierës tonë me kriju një identitet, individualitet. Nga ekspozitat e para në kafeterit lokale deri te studiot artistike franceze, Haki Gjakli, për mjeshtrin stili, është dhe mbetet një udhëheqës dhe frymëzim i vërtet për brezat e ri të artit. Piktori Musa Prelvukaj ka njohur Haki Gjaklin për më shumë se 3 dekada. Për të, Hakiu nuk është thjesht një piktor, është një mjeshtër i artit figurativ dhe një pedagog që ka formuar shumë breza artistësh në Kosovë. Kom qenë në ateliet Hakiut, kishte shumë peizazhe, portrete, kompozicione të lira, në teknika të ndryshme, prej akuarelit, temperes, deri te teknika e vajit. Dhe kur i shoh ato peizazhe, nuk janë thjesht peizazhe. Për to duhet të kemi një shpjegim pak më të thellë, sepse Hakiu përmes pikturave komunikon me shiqëuesit. Veprat e Hakiut nuk janë vetëm imazhe, ato janë dritare drejt shpirtit të artistit. Po Hakiu e ka vlerësuar dhe kritika zyrtare. I ka dhe mend merituar me radhitet pra në mesin e piktorëve dalluar të Kosovës. Në veprat e tij na vrejmë edhe aspekti nga jeta e përditshme. Kanë elemente sociologjike, por kur tysh në shpirt figurave, gjejmë edhe ato psiqike, intime, dramatitet, në kohëna të ndryshme, në kohët qeta, në kohët turbulluara, kohën e ekzistencës, në kohën e luftës së fundit. Unë e quaj kronisti i kohës, sepse i ka regjistruar ato. Ai dokumenton jo vetëm peizazhet apo portretet, por edhe historinë dhe emocionet e një epoke, vlerëson Prelvukaj. Haki Gjaklit ku do e shoh punimin, në çfarëdo ekspozite, qoftë grupore, qoftë kolektive, e di se është Haki Gjaklit. E ka një shprehje të veçantë. Është përdor teknikën edhe lazure dhe pastuoze. Mesazhi i tij është i qartë.
arti ka detyrë të rritë shpirtin dhe të ruaj kulturën. Në veprat e Hakis shohim edhe poetikën, edhe epikën, kemi edhe transformimin, metamorfozë, kemi edhe elemente alegorike. Në veprat e Hakijut duhet me mendu se ato kanë edhe elemente filozofike, kështu që unë gjejmë edhe elementet muzike, sepse tingulli është shprehje tjetër, por e përjetojmë thellë edhe me respekt krijimtarinë e Haki Gjaklit. Kjo është figura e Hakijut, një udhëheqës i heshtur, por i fuqishëm i artit dhe mendimit kritik, përfundon Prelvukaj. Për gazetarin e poetin Gjeladin Rexhepi, Haki Gjakli nuk është thjesht një piktor, ai është edhe një gjuhë e veçantë, një alfabet i ndjesive dhe kujtesës kombëtare. Gjeladin Rexhepi kujton mikun dhe artistin që e shndroi peizazhin, figurën dhe simbolin në histori. Kur unë e kam njohur, ka qenë vitet 80-ta, ai sapo kishte mbaruar Akademinë të Artit në Prishtinë, edhe punonte në gjimnaz, kështu që në ato qorqet kulturore që ka pasur aso kohë Ferizaj, ne jemi takuar dhe kemi biseduar shpesher. Ati ka pëlqy shumë poezia, unë ka pëlqy piktura, në poezin ti me thoshte ka shumë pikturë, unë e kujtoja që në pikturën e ti ka shumë poezi. Të ka një gjuhë të veçantë, një poetik të veçantë. Si them, Haki Gjakli si piktor e ka ndërtuar alfabetin e vetë të komunikimit estetik, për arsye se ka gjuhën universale me të cilët i flet botës. Po çka e dallon atë? E ndallojnë disa simbolika, figura tepër kombëtare, po cilat ai ka shku përtej sloganeve, pra. Gjithë ato shenja që i ka në pikturën e tij, sidomos ai rezonanti i Haki Gjaklit që shpeshher ndërtohet me tri ngjyra, me ngjyrën e verdhë, me ngjyrën e kaltër. Shpeshher duket se do të jetë një kol i Trojës, por unë e kujtoj që në krejt atë shqetësim, të ati rezonanti, është dhëmja kombëtare, është shqetësimi, është e kalumënja jonë, por edhe tashmja dhe ardhshmja shpeshher vrituar nga aspekti estetik është shumë me të paqartësi të mëdha. Artisti Haki Gjakli nuk krijon vetëm tablo, por botë simbolikash. Çdo vizitor i veprës së tij zhytet në emocione dhe përjetime të pazakonta. John Marku, koleksionist dhe vëzhgues i thellë i artit, na sjell këtë perspektivë. Pasi kam vëzhguar në studien veprën e pikturës Gjaklit, jo vetëm unë, por cili do ndihet i mbërthyer nga një ndjesi emocionesh dhe përjetimesh të pazakonta. Këto përjetime dhe këto emocionet ndjekin si hije dhe të fusin në një botë simbolikash mjeshtrisht realizore. Unë mendoj se në rastin e këtij autorit simbolikat janë universale dhe jo domosdoshmërisht të kuptueshme për çdo vëzhgues të veprave të artit. Ai arrin të ndërthuri ato mjeshtrisht me thellësinë e ndjesisë shpirtërore, duke pasuruar një gjendje emocionale që duket sikur ecën mbi një fill delikat, por që në fakt nuk kputet. Këto simbolika realizohen herë nëpërmjet kokës së kalit, herë nëpërmjet murit, apo herë nëpërmjet gurit, të cilat sjellin ftohtësinë e jashtme, por absolutisht një ngrohtësi të brendshme që vinë për kullat tona, për kalat tona. Drejthijet tek Hakiu janë pjesë e shpirtit të veprës dhe jo thjesht detaj estetik, thot Marku. Kur futesh thellë dhe analizon simbolikën, kupton që tonalitetet e këtyne errësirave nuk janë vetëm një detaj estetik, por një pjesë ideale, një shpirtërore, shumë më e madhe. Në disa vepra dritat dhe errësirat ndërthuren në një mënyrë tillë që tregojnë vëmendjen e tij të hollë. Ai mund të konsiderohet si piktori i simbolikës, për arsye sepse rrallë në piktorët tonë, qoftë edhe në piktorët e Shqipërisë, qoftë edhe te figurat e mëdha si Guri Malli, Sali Shijaku, Ismail Lulani, Van Gjoshmio e tjerë, nuk e gjejmë kaq të theksuar simbolikën e përdorur në pikturë.
Ndërkaq piktori danez Peter Martensen ka mall për bisedat përmbajtësore me piktorin Haki Gjakli. I send you my greetings here from Denmark, from my studio. Dua të kujtoj takimet tona në Kopenhagen. Ato bisedat e gjata të këndshme për artin danez dhe artin kosovar, se si ne të dy i shohim teknikat të pikturës e tjera. Ishte takimi i këndshëm. Ka mall për takimet e tilla. Bye bye. Më 19 dhjetor të vitit 1996, Haki Gjakli hapi një ekspozit personale me piktura me motive të ndryshme, kryesisht të rrafshit kombëtar. Si biri një familje jadhetare, ai gjithmonë ka qenë i preokupuar me fatin ton kombëtar, me të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen e saj. Fillon rrëfimin e tij shkrimtari Sulejman Dërmaku. Atë botë, plagë e hapur ishte mërgimi. Një pjesë e madhe e njerëzve tanë në ndërtimin e aparatit shtetëror të pushtuesit po bridhin rrugëve të Evropës si refugjat. Pikërisht kësaj plage, piktori Gjakli kishte kushtuar një cikël pikturash që i kishte ekspozuar me titull Refugjatët. Duke i shikuar ato piktura, u preka thellë në shpirt dhe i frymëzuar nga ato pamje, në një copë letër aty për aty hodha cavagje me titull Exil. Atë letër ja dhash autorit të ekspozitës. Kjo poezi e ruajtur me kujdes nga piktori deri pas luftës së vitit 1999, mori jetë përpara publikut dhe u vlerësua me çmimin e dytë në një takim letrar të lidhjes së shkrimtarëve të Kosovës. Ja poezia Exil, e lindur nga cikli pikturave Refugjatët, lexuar nga vetë autori. Exil, duke shikuar ciklin e pikturave Refugjatët të Haki Gjaklit. Kur shkon një familje, mbyllet një kull në dheun tim. Kur shkon një familje, një dasmë pak në truallin tim. Kur shkon një familje, një lindje më pak në lagjen time. Kur shkon një familje, një vdekje më shumë në dhe të huaj, një varr më shumë pret i hapur në varrezat e dheut tim. Haki Gjakli nuk është vetëm artist, por edhe baba i 3 fëmijëve, Mimozës, Artanit dhe Kushtrimit, 2 të parët piktor. Marrëdhënia me fëmijët ka qenë gjithmonë pjesë e pandarë e jetës së tij. Fjala pap nuk mjafton për ta përshkruar figurën e tij si prind. Marrëdhënia ime me babin është një dhuratë e madhe e jetës time, që nga fëmijëria deri më sot, ai ka qenë gjithmonë pranë meje, si një uzus, këshilltar, një mbështetje e fortë, një mik i sinqert. Me babin mund të ndaj çdo mendim, çdo sfidë, çdo gëzim. Natyra e babit është shumë e qetë, është një prind fenomenal, mund të them, një bashkëshort, si për nanën, ashtu dhe për vëllezërit e mi. Ai çdo herë na ndëgjon me vëmendje, turim, na këshillon dhe me shumë dashuri, po ashtu edhe na jep kritika të ndryshme, duke na ndihmuar që të shohim një realitet më të parafort. Është një lidhje shumë e veçantë. Është për një arsye tjetër, sepse unë me babin ndaj të njëjtin profesion. Kjo ka bërë që ne edhe kur të jemi bashkë të diskutojmë shpesh për punën, për pasionin tonë të përbashkët, për artin në përgjithësi, kulturën. Një baba artist nuk të ofron vetëm përkrahje, por edhe kritika të sinqerta. Unë kam qenë një fëmijë shumë temperament, edhe gjithë herë kam pas shumë ideja të ndryshme. Kështu që ato idetë e mia ndaj i ka zbërthy me qetësi edhe më ka udhëzuar për të drejtë. Mirë, në art, çfarë keni të përbashkët? Mund të them që kemi ekspresionizmin. Kjo lidhje shkon përtej artit. Ajo është një lidhje zemre. Me babin kam shumë momente emocionale.
Mund ta veçoj pjesën kur vetë u bona prind, edhe do me thonë, ai kishte menduar në vetën e vet që do të vinte të më vizitonte në Kopenhag, dhe unë absolut nuk e dija. Ai ka qenë një takim i papërshkruar për mua. Kështu, pas çdo tabloje dhe çdo ekspozite, qëndron edhe një baba i përkushtuar, që i ka dhënë fëmijëve jo vetëm talentin, por edhe një kulturë dashurie, pune dhe respekti për artin. Ka marrë shumë çmime e vlerësime, po veçojmë shpërblimin e nëntorit 2009, qytetar nderi i Villa Legrand të Francës 2014, qytetar nderi i Ferizajt, e të tjera. Ka botuar artikuj të ndryshëm. Është bashkautor i librit Shkolla dhe Shëndeti, doracak për arsimtar. Të nderuar miq, piktori Haki Gjakli me artin e tij ka ndërtuar një botë që flet për ne të gjithë. Një botë ku kali Trojës, kulla dhe peizazhet shqiptare nuk janë vetëm figura në telajo, por pasqyra e shpirtit ton. Çdo vepër e tij është një thirrje për të ndjerë, për të kuptuar dhe për të kujtuar. Ky është udhëtimi që vazhdon, urojmë edhe shumë gjatë, i një artisti që përmes pikturës na fton të shohim botën jo vetëm si është, por edhe si ta ndjejmë atë. Unë jam Flora Durmishi.